Kryeministri Albin Kurti ka vendosur të mos jap dorëheqjen e as kabinetit i qeveritar, edhe pse kushtetuta e Kosovës e përcakton diçka të tillë pas certifikimit të rezultatit zgjedhor për zgjedhjet e 9 shkurtit nga ana e KQZ-s. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Kurti tha sot se do të jenë në qeveri dhe në detyrë si kujdestar derisa ligji ja lejon të mos dorëhiqet, por ai ka shkelur kryeministri Kurti ligjin me këtë veprim. Avokati Ardian Bajraktari në një prononcim për mediat në Kosovë thotë se në momentin që zgjidhen deputet duhet të dorëhiqen anëtarët e qeverisë. Referuar nenit 26 të ligjit për qeverinë, nenin i cili referohet papajtueshmërisë me funksionin e anëtarit të qeverisë dhe parandalimi i konfliktit të interesit, parashes se në rast se anëtari i qeverisë në detyrë zgjidhet deputet i Kuvendit të Republikës së Kosovës, i njëjti duhet të jap dorëheqje nga posti i anëtarit të qeverisë para ditës të certifikimit të rezultatit të zgjedhjeve, shpjegon avokati, por sipas tij mos dorëheqja e Kurtit nuk prodhon pasojë juridike. Megjithatë vlen të ceket se mos ofrimi i dorëheqjes nuk prodhon ndonjë pasojë juridike. Megjithatë, pavarësisht nga kjo rrethan, nga sot kemi qeveri në detyrë, nga se anëtarët e qeverisë së zgjedhur deputet nga sot janë deputet, sipas nenit 70 paragrafi 2 i kushtetutës, kurse ushtrimi i mandatit të deputetit fillon kur ai ose ajo e bën betimin në kuvend. E kushtetuta jon nuk lejon njëkohësisht me qenë edhe deputet edhe anëtar i qeverisë, ka deklaruar më tej Bajraktari. Kujtojmë se kryeministri Kurti në postimin e tij në Facebook pak pas certifikimit të rezultatit zgjedhor në Kosovë shkruante: "Të dashur qytetar, më 23 mars 2025, mandati i plot të 4 vjeçar i qeverisë së Republikës së Kosovës, të udhëhequr nga unë si kryeministër, përfundoi zyrtarisht dhe kaloi në fazën kalimtare të funksionimit si qeveri në detyrë, e cila efektivisht është sikur qeveria në dorëheqje e mandateve të mëhershme të tjerëve. Kjo është hera e parë që një qeveri e Republikës së Kosovës e ka përfunduar me sukses mandatin e saj të plot kushtetues, duke shënuar një kapitull të ri të stabilitetit institucional në Republikën tonë demokratike." Në përputhje me nenin 29 paragrafi i parë i ligjit për qeverinë e Republikës së Kosovës, mandati i secilit anëtar të qeverisë po ashtu përfundoi me 23 mars, bashkë me përfundimin e mandatit të qeverisë, pa pasur nevojën për aktin shtesë dhe formal të dorëheqjes prej posteve të tyre përkatëse, sipas 9 paragrafit 1.3 të po të njëjtit paragraf dhe nen. Në këtë rast ligji parasheh që qeveria dhe të gjithë anëtarët e saj vazhdojnë të kryejnë detyrat e tyre duke respektuar plotësisht kufizimet e parashikuara nga neni 30 të ligjit të lartëcituar, si dhe kërkesat e Kushtetutës së Republikës së Kosovës, deri në zgjedhjen e qeverisë së re nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. Qeveria jon, që në popull quhet Kurti 2, do të ushtrojë të gjitha përgjegjësitë që i takojnë pushtetit ekzekutiv në përputhje me legjislacionin në fuqi. Kjo e vendos qeverinë në një rol kujdestar për të garantuar vazhdimsinë, sigurinë dhe funksionimin e pandërprerë të shtetit në zbatim të Kushtetutës dhe ligjeve të Kosovës. Ju faleminderit për mbështetjen.